Jam po ashtu i zhgënjur me mekanizmi kërcënues të shpërfaqur në këtë proces therrës. Në mendsinë rrugoviane nuk kërcënohet antari për një nënshkrim apo një vot. Në mendsinë rrugoviane shantazhi për vende pune, kërcënimet kriminale për largim nga puna të antarëve të familjes për një nënshkrim janë ana më e kalbur e organizimit tonë, anë që duhet të amputohet urgjentisht. Kjo nuk është LDK jonë. Për këtë LDK nuk janë dhënë 37 vite mund, djerës e jetë nga antarësia jonë. E kemi për detyrë që ta mbrojmë këtë shtëpi nga secili rrezik i brendshëm që na vije në këtë mënyrë. Të dashur delegat, gjitha këto zhvillime kanë lënduar LDK-n. Këto betejë as nuk i kam nisur, as nuk i kam nxitur. Përgjegjësia për to do të mirën nga ata që kanë menduar se në këtë formë rritet LDK-ja. Unë me gjithë dijen, sinqeritetin dhe përvojën që kam, nuk e kam parë kur këtë si rrugën e duhur. Kam besuar gjithmonë se LDK-ja forcohet duke garuar me tjetër, jo duke konsumuar me vetveten. Por tani që kjo betejë na është vënë përballë si sprovë, duhet ta bëjmë, i thonë demokraci në maksimumin e saj. Në këtë demokraci ju ftoj të votoni pa hezitim rendin e ditës. Tani që është thirrur ky kuvend, nuk dua që